Faleminderit avokat, do kalojmë në një tjetër çështje, e cila ishte kryesore në fakt që ju kontaktova për të biseduar si e keni parë gjithë atë që ka ndodhur në 24 orët e fundit me arratisjen e një të burgosuri me rrezikshmëri të lartë nga spitali reparti infektiv në spitalin e Durrësit Altin Doci, i cili po jetohet për 4 vrasje, por arriti që të shpëtoi pra policisë nga duart, duke dalë nga spitali. Sipas vetë policisë edhe mediave priste një auti mëtej, që do të thotë që kemi të bëjmë një plan të mjaftuar që ishte kurdisur më përpara, pra nuk ishte diçka spontane. Duke u arratisur, akoma nuk është gjetur dhe arrestuar, ndërkohë që zinxhiri është shpezulluar, kemi 8 arrestime, pushime e të tjera e të tjera. Por gjithatë në gjykimin tuaj si ka ndodhur kjo, avokat? Atëre, rastet e arratisjes pra janë raste të cilat janë to arratisjet janë të pakta, që është e vërteta, pra nuk kemi pasur shumë raste, pavarësisht se to bëjnë bujë, se jemi një vend i vogël, por patjetër që është një ngjarje shumë e rëndë dhe përgjegjës kryesor së pari janë pra është gjithë institucioni, duke filluar që nga drejtori i institucionit, varësit e tjerë cilët merren me organizimin e gjithë procedurës së shoqërimit, pra nga momenti që i paraburgosuri apo i burgosuri lëviz nga i vend, pra nga vendi i izolimit, nga EVP-ja e Durrësit dhe shoqërohet me njëherë në spital, është një procedurë shumë strikte, por unë do të thoja që një dyshuar me kaq vepra penale, pra ende nuk e kemi me vendim të formës prerë, ai nuk duhet që të qëndronte në EVP-n e Durrësit, në gjykimin tim. Pra që këtu fillon hapi i parë, gabimi i parë. Hapi i parë është aty. Nuk e di se pse ka përfunduar ai në EVP-n Durrës, duhet hetuar dhe ky fakt, kur ka shkuar në këtë institucion, sa kohë ka aty, pra tashmë çështja i ka kaluar prokurorisë. Prokuroria i verifikon gjithë të situatë, mënyra se si është shoqëruar ai, mënyra se si ka shkuar, pra ka pas problem, ka pasur mjek, s'ka pasur mjek, ka shkuar mjeku në institucion, kështu që vetëm mund të shkosh në një klinik apo spital për një mjekim të specializuar, dhe nëse ky i ka kryer të gjitha ato procedurat të cilat janë përcaktuar edhe në rregulloren për organizimin dhe funksionimin e burgjeve apo jo, pra tashmë prokuroria do ta gjykojë të gjithë këtë çështje, por me aq sa kemi parë në media që shikojmë kamerën, ai ishte një i burgosur pa pranga, pra duke ecur lirshëm. Pa njëri që shohet se ka vrarë 4 persona, lëvizte lirshëm. I thjesht që nuk kishte në ngarkim të tij, pra edhe pse ai është i papajshëm përderisa nuk ka një vendim të formës prerë, po dyshimi për të cilën ai po mbahet me imas sigurimi arrest në burg është për 4 persona të cilët mendohet se i ka vrarë. Nuk është i njëjti standard, pra kemi të njëjtën drejtori burgjesh me një standard të dyfish. Pra kur vjen puna tek zoti Veliaj, i cili përpara vitit 3, pra shkoi për një ekzaminim në spitalin e Durrësit, aty shkuan edhe në dhomën e kontrollit të mjekëve u fut policia. Ajo është konform rregullore si ata kishin, por është në kundërshtim të hapur me Konventin Evropian të Drejtave të Njerëzit, me Kushtetutën, pra një sër dokumentash të cilat ne i kemi votuar dhe i kemi bërë pjesë detyruese, ndërkohë që rregulloria ishte një rregullore, ndonse ishte një rregullore e vitit 2019, por ishte një rregullore që binte në kundërshtim me këto norma. Pse në rastin e zotit Veliaj u zbatohet me rigorozitet kjo rregullore, pra faktikisht
punonësit e burgut, toga e shoqërimit nuk bën interpretim, thot unë kështu e kam në rregulloren apo në ligjin tim dhe unë të do ta zbatoj. Pra nuk ka asnjë faj. Faji është atyre që kanë miratuar një rregullore të tillë dhe në këtë rast nuk zbatohet asgjë. Pra mënyra se si ata dalin nga ambulanca dalin shumë lirshëm se një qytetar i cili ishte për kundravajtje penale apo për ndonjë dyshim ndonjë vepër penale që ose me i madh sigurimi arrest në shtëpi, se vetëm ashtu mund shkosh me duar në xhepa dhe nuk kishim një punonjës policie i cili do të qëndroj para, nuk kishim punonjës policie i cili duhet kishin shkuar përpara dhe të kishin verifikuar, kishin hapur rrugën, kishin kontaktuar me doktorin, të priste dikush në momentin të godina, pra në momentin ku do kalonte i paraburgosuri, pra në godinë, s'kishim asnjë. Duhet kishim 2 persona të cilët duhet ta mbanin të paraburgosurin me pranga. Pra duhet kishim një punonjës tjetër të burgjeve i cili duhet të ishte mbrapa. Pra duhet kishim një makinë policie, pra forcat e rendit duhet të ishin njoftuar. Pra kemi tokën e shoqërimit që nuk ishte, ishin vetëm në ambulancë, por kemi një tokë me punonjës të burgjeve që do ishin në mbështetje të gjithë grupit që do ta shoqëronte, pra ata policë të burgjeve që do ta merrnin nga ambulanca edhe madje avokat se po e ndërpres, sipas mediave, pra një nga persona që po e shoqëronte është njëti që i dha telefonin Veliaj. Besoj e kujtoni atë episod për të folur gjatë transferimit nga Durrësi në Tiranë. Ishte edhe në këtë rast që i iku nga duart. Po, kështu që besoj që këto janë neglizhime të cilat duhet të hetohen me seriozitet, nuk është zbatuar asgjë nga rregulloria që ka përcaktuar vetë drejtoria e burgjeve. Nuk kemi pasur forcat policisë që duhet të qëndronin pra në derën e jashtme të spitalit, pra jo ajo dera e fillimit ku futet automjeti në parkim, por dera e cila është e madhe dhe futen gjithë qytetarë. Pra nuk kemi asnjë nga këto përcaktime të rregullores që janë të përcaktuara me shumë rigorozitet. Nuk kemi prangat të gjata, që do të thotë prangat në të cilat i personi që është i paraburgosur duhet kishte pranga të gjata, të cilat bëjnë të mundur që ai të shkojë dhe të kryejë nevojat e tij personale. Pra, shkojë në tualet, pranga duhet të jenë lidhur me një punonjës apo 2 punonjës të shoqërimit, gjë që nuk ishin. Pra, aty janë neglizhime të cilat ose mund të ketë qenë aftësia e këtij të paraburgosuri që duke qenë se kishte kohë aty në paraburgim i ka bërë ata shok gjithë dhe ata nuk është se kishin ndonjë dyshim që ky do haratise, ose kjo është bërë me dashje, por edhe neglizhenca është formë me shpërdorimit të detyrës. Pra mund ketë pasur të interesuar që mund ta kenë dashur për jashta, ndoshta të fiksuar nga dëshmia e tij. Pra duhet hetuar shumë me seriozitet nga ana e organit të akuzës. Dhe kur vjen puna tek gardian, te punonjësit e policisë, te punonjësit e burgjeve, ata duhet të jenë besnik gjithmonë të rregullores me të gjithë personat. Jo edhe me persona të cilët nuk duhet të kenë afrimitet, patjetër që do respektojnë dinjitetin njerëzor dhe mënyrën e komunikimit, mënyrën e sjelljes në ambientet e paraburgimit, po asnjëherë nuk duhet të abuzojnë me detyrën, pra kundër atyre, ashtu sikurse nuk duhet ketë toleranca apo diferenca mes të paraburgosurve. Kështu që është një ngjarje shumë e rëndë, shpresoj që i haratisurit të kapet në mënyrë në një kohë sa më të shkurtër, duke qenë se ai dyshohet edhe për 5 vepra të tjera penale, të cilat janë vepra të rënda dhe mund të jetë edhe rrezik për shoqërinë civile në të cilën ai mund të gjendet udhton, kështu që duhet hetuar dhe duhet të ketë një
një reagim shumë të fortë nga strukturat e policisë shtetit apo edhe strukturat e tjera legislatuese. Edhe diçka avokat, sepse duket sikur sa ndodh diçka copy-paste edhe raste të tjera pastaj si ngjitse kjo punë. Në burgun e Burrelit, një person i dënuar atje, Fatmir Pjetri, i njohur si antar i bandës së babagjyshve të grabitjes, i dënuar me 30 vite burg, i ekstraduar nga Hollanda, është ankuar, ka regjistruar dhe postuar një video në Instagram, në audio që ankohet se nuk po e lejojnë të promovoj një libër brenda burgut. Pra, regjistrimi videos, postimi në Instagram, në thet tash tjera. Pra, problemet nuk është janë vetëm Durrës, me sa po kuptojmë. Probleme ka gjithandej dhe të burgosurit janë qenie njerëzore, qenie që përpiqen, pra liria është shumë e shtrenjtë për çdo qytetar, ndonse shumica ne nuk e vlerësojmë lirinë, sepse ne jemi të lirë dhe ndoshta për shumë gjëra që ne i kemi ne nuk e vlerësojmë. Por në momentin që një ndaluar, një qytetar shkon në paraburgim apo në burgim, i kufizohet liria, ai aty e shikon që liria është shumë e shtrenjtë dhe ai mund t'i japi gjithçka. Pra, kur vjen puna te pasuria, tek sende personale apo pasuritë të luajshme dhe të paluajshme, sepse është diçka që i mungon njeriu. Në rastin e zotit Pjetri që ju sillni në vëmendje, ai ndoshta ka pasur dëshirë që të promovojë libër, nuk e kanë lejuar. Të burgosurit kanë të drejtat e tyre, pra ndonë se ata janë të burgosur, ata duhen respektuar dhe kanë dinjitet si gjithë qytetarët, ndonë se janë aty përse kanë kryer një krim dhe për atë janë aty për të kryer dënimin, por nuk mundet të përjashtojnë nga aktivitetet sociale, nga aktivitetet shoqërore që do kenë, aktivitetet fizike, sportive, pra është një ligj i veçantë për trajtimin e të burgosurve dhe të paraburgosëve që përcaktojnë të drejtat e tyre dhe të drejtat që ne kemi përcaktuar në kushtetut, në konventat që kemi ratifikuar, ndërsa përsa i përket përdorimit të telefonit, telefoni nuk përdoret, pra nuk është një mjet që ne duhet ta përdorim të bëjmë postime të tjera me radhë. Duhet hetuar edhe rasti, sepse mënyra se si janë futur telefonat, pra janë raste të cilat kanë të bëjnë me një shkelje administrative që bëhet në përburgje, por i burgosi gjithmonë kërkon që të ketë një lloj komunikimi me të afërmit, me pjesën tjetër të shoqërisë. Kështu që janë gjëra të cilat ndodhin më shumë në shoqërinë tonë apo në burgjet tona, duhet të ketë trajtim me dinjitet edhe të punonjësve të policisë së burgjeve. Pra kemi policë burgjesh që nuk trajtohen me paga dinjitoze, me oraret e zgjatura, në mënyrë që ai mos bëj pra kompromis edhe për ndonjë tolerim, në mënyrë që të përfitoj vlerë financiare. Ne shikojmë shpesh punonjës burgjesh, pra nëse udhtojmë me makinë në mëngjesherë, shikojmë punonjës policie të burgjeve që bëjnë autostop. Nuk e di të ka ndodhur ty apo jo. Pra ka punonjës, më ka ndodhur shpesh kur shkoj nga atë rrugën e Durrësit, pra Rrugozhinës, shikoj në zonën, pra duke filluar nga Durrësi edhe më poshtë që bëjnë autostop. Dikush shkon në burgun e Peqinit, dikush në Rrugozhinë, pra punonjësit e policisë dimër ver dalin aty, pra janë objekt të sulmeve edhe të bandave të atyre që ruajnë, pra kemi shumë problematikat që duhen parë me shumë prioritet nga ana e qeverisë, që ata të kenë pagat mira dhe të paguhen me dinjitet. Të kenë transport, të kenë pagesa për oraret e zgjatura të punës, të kenë lejet e tyre, kështu që uniformën, dhe ka një sër problematika që ne i konstatojmë çdo ditë. Në momentin që i sigurohen këto gjëra, atëherë edhe kontrolli duhet të jetë më i rreth ndaj punonjësve të policisë së burgjeve.
Avokat, faleminderit shumë për të analizë të detajuar dhe sikur e thatë ju, ndoshta që aty duhet nisur nga rruga, nga transporti për të kërkuar më pas edhe që të shmangen ngjarje dhe episode të tilla. Të falenderoj shumë për çështjet që trajtuam. Edhe në emër të publikut jam i njohur shumë për kohën, për mendimet, për analizën e drejtë për drejtë. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më jepni dhe është gjithmonë kënaqësi të jem prezent apo të komunikoj me ju. Faleminderit. Faleminderit ju, avokat.